Ma shiruar, I pa falur. Edhe haxhin një rol ka. Nëse ne nuk përgatitem dhe nuk sfinojmë xhamaat e haxhit të bëhemi sikur kemi lindur nga nëna, të pastrohemi nga gjinahit dhe ta fidojmë haxhin e pranuar, asgjë s'kemi bërë. Edhe prej tash do të kemi filluar me mendu për atë. Ta krij haxhin, si ta krij haxhin, si të bëhem një haxhi i devotshëm, si të bëhem një haxhi i mirë, me të shtuar vetë, ku kam dobësitë e mia, ku kam të metat e mia, ti largoj, ku kam pikat e forta të mia, ti forcoj edhe më trapë, dal nga dalë më bë një burr ose një nan, një motor të fortë, shëndosh, që nesër haxhin ta kryej sipas asaj siç e kërkon shariati, se haxhi ka të tjera obligime të cilat duhet jo t'i dimë. Allahu na e mundsoft të dimë dhe neve të cilë nuk kemi shkuar, na bëjt mundshme të shkojmë ta vizitojmë e ta kryejmë të obligime të madhe islamit. Po edhe atyre të cilët e kanë vizituar dhe e kanë kryer, Allahu mundsoft edhe një herë dhe dy herë dhe më shumë, sepse është një kënaqësi e veçantë. Dhe askush deri sot nuk kam dëgjuar që ta ketë bërë një haxh dhe të thotë, valla më nuk shkojmë. Po si çdo njeri që fillon të flasë për haxhin, për eksperiencën, për përvojën e vet haxhit, nëse nuk qanë të paktën i mbushën si me lot nga përjetimi që ka përjetuar dhe kënaqësia që ka përjetuar. Është një moment shumë i madh, i veçantë, një adhurim i veçantë dhe duhet me mendu xhamati i dashëm, me mendu për të tash. Ramazanin e kaluam, elhamdulillah mirë kaluam, tani fillon haxhi edhe për atë do të mendu. Faleminderit për momentin, për falje për kohën, Allah ju shpërblet për sabrin e durimin. Elhamdulillah rabbil alamin. Fatiha.